Përdorimi sakt dhe i sigurt konsiderohet rasti kur pantoprazol është marrë me vizit. Vizit do të thotë diagnozë e sakt, dozë e duhur dhe kozgjatje optimale. Përdorim i sakt për pantoprazol quhet rasti kur merret 30 deri në 60 minuta para ushqimit, në mëngjes ose para vaktit kryesor ushqimor. Marrja para ushqimit është e rëndësishme për të parandaluar prodhimin dhe çlirimin e acidit të stomakut që stimulohet nga marrja e ushqimit. Përdorim i sakt dhe korrekt konsiderohet rasti kur pantoprazol po e merrni çdo ditë në të njëjtin orar pa e shtypur dhe pa e përtypur, shoqëruar me një gotë ujë. Tabletat e pantoprazol nuk duhen shtypur ose përtypur, për arsye se janë të veshura me një cip mbrojtëse që i mbron nga efekti shkatërrues i acidit të stomakut. Tabletat e pantoprazol duhet të kalojnë të padëmtuara deri në zor, ku treten dhe përthithen për të realizuar efektin. Ndryshe, efekti i tyre dëmtohet dhe nuk do të jetë i plotë.